Më në fund, pas 6 muajve për të gjithë shqiptarët që u afeksionuan dhe ndoshëm përpara ekranit, Gjesti po vjen me performancën e tij të parë. Ai performon të premten ekskluzivisht në Escape Premium Club në Tiranë. Gara për ta pasur Gjestin të parët sigurisht që ka qenë ashpër, por si ja dolën. Menaxheri Gjani Demika do na i thotë të gjitha nga organizimi tek prapaskenat, ajo që po në raport me Iglin e jo vetëm. Për sa i përket pjesës të koncertit të parë të ekskluziv që do bëj Gjesti në Escape Premium Club në Tiranë, gara ka qenë shumë e fortë, ka qenë shumë e vështirë, pasi ka pas kërkesa të ftëmeshme për ta marrë kudo dhe kushdo i pari. Vërtet kur ka qenë brenda Big Brother, shumë postera janë lançuar dhe kanë dalë që do jenë ekskluzive nëpër diasporë, por ja që nuk rezultoi asnjë ekskluziv përveç Escape Premium Club që do bëhet në Tiranë ditën e premte me Gjestin. Gjestin sot e përkrajnë të gjithë, por dikur ata që e kanë bërë një gjë të tillë kanë qenë të paktë. Vërtet, unë me Gjestin njihem para Big Brotherit dhe kam pasur marrëdhënie shumë të ngushta. Realisht unë kam qenë 2 personazhe të parë që kanë bërë koncertin e parë me Gjestin kur ka filluar karrierën e muzikës. Ndërkohë më vjen habi sepse një pjesë e artistëve nuk e kanë depërtuar dhe nuk e kanë suportuar në periudhën kur ai ka qenë të parë, dhe kanë qenë të parë që nuk kanë pasur problem fare, edhe pse Gjesti, një artist çapken i shkafët, i hedhur, që bënte çdo videoklip me humor, me pjesë humori, nuk kanë pasur problem që ta fusë të performojë. Dhe koncertin e parë që mund ta përmend ka qenë në Orange Club në Sarandë, që ka qenë sezoni i verës, dhe ka qenë një sukses shumë i mirë me Gjestin dhe më pas kemi mbajtur disa koncerte të tjera. Pastaj ai ato problemet e veta mbase me staf menaxherial ose me gjërat e veta personale, patën një kohë, një periudhë që nuk kishin komunikim, thjesht përshëndeteshin dhe më pas e shoh që futet në Big Brother në VIP në Kosovë, dhe nga Kosova pasaj një vjen Albania dhe ai bëhet fitues. Kështu që mbas fituesit kam përshtypjen që kur ti je i pari person që i ofron mundësinë që të ketë koncerte, pse jo mos kesh edhe ekskluzivitetin për ta pasur në Escape Premium Club po i pari. Që besoj se meritoj dhe besoj se do të jetë personi i parë që do ta kishte këtë ekskluzivitet. Gjesti dhe Gjani u takuan të nesërmën e finales në festën e produksionit. Përkundër kritikave që pati për lojën e tij brenda, Gjestit sipas ka mbetur hatri në Gjanin. Me thënë të drejtën po. Gjesti kur jam parë për të parë, jemi në parte para hyrjes të klubit, më pa Gjan si ka si e mirë, i thash unë do të them dy fjalë. Me thënë të drejtën, te Big Brother Albania është disa herë kam replikuar nëpër Instagram, sepse janë thënë se Gjesti që mua dhe më të centroshë, dhe të përsëris të apëmbra, dhe më tha Ani Berlano se përmen në ta e miqta, e vlerësoj ta si për sot ta dhe të marrë për basa dhe duhet mësuar, sepse në një tha njerësim në falë bënde gabime, dhe thash gjithësi për mua një shmik, je shumë i shkadhët, më bëhet shumë qefi që ka ftuar të reality show, më bëhet shumë qefi që ka ftuar të lloj audiencë dhe këtë super sukses në muzikë e të tjerë. Kështu që ishte një komunikim shumë i shkurtër në fillim dhe pastaj u futëm brenda në klub për të vazhduar festimin. Ishte i udhëtuar, ishte akoma një njerëz domethënë që vetëm shikonte kështu, domethënë ishte adrenalin, por nuk e vë faj sepse është i vetmi personazh Big Brother që ka rezistuar 6 muaj mbyllur brenda në shtëpitë e Big Brother. Dhe ashtu më tepër në 2, Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania. Por çka supo nga ndeja, si ishin raportet e banorëve me njëri tjetrin në pravaskena? Në Big Brother të tjerë, në vitet përpara, ka pas ndodhur këto keqkuptime që nuk takoheshin, mbanin më rira, marrin natë, fillojnë flisin me punja. Po me thënë të drejtën, këtë sezon ka ndodhur komplet e kundërta. Shumë të dashur me një tjetrin, festonin bashkë, ishin grumbull, bënin video, i kërcenin bashkë, kemi pa të bashkuar dhe mua më ka bërë hapi sepse shumë personazhe që në brenda Big Brother kishin mos përputhje karakteresh dhe kishin debate dhe shere, ty në after party të ndodhi kundërta. Festonin, gëzonin, edhe po ndodhte diçka shumë e bukur sa ja kishin pas ata që kishte ndodhur brenda reality show. Por dhe me Gjestin njëjta gjë, domethënë ishin shumë ndryshe nga shtemi i parë. Dhe kjo më bëhet qefi që në fund fare kur kam mbaruar Big Brother ta kam kuptuar që një fiton, ai është më i miri dhe ka që jeta vazhdon. U bë mega virale një video e Eglit dhe Gjestit krah njëri tjetrit në fest. Por ajo që do thot Gjani, mbase do t'ju bevasoj pak. Me thënë të drejtën, në atë natë domethënë kam vënë re që Gjesti dhe Egli mund të ishin bashkë,
gjithkohës pothuajse, por nuk po malinin për shtypërinë e çiftit, për arsye se ishin të udhëtuar dhe ishin akoma duke takuar njerëz, duke përshëndetur njerëz, duke u marrë me njerëzit, dhe shumë pak kohë kanë gjetur me njëri tjetrin që të rinin bashkë, të përqafuar apo të vallëzonin apo të përsenin bashkë. Edhe kjo më duket pak, domethënë, më duket pak e habitshme, por nuk i vë faj se fundit sa kanë dhënë reality show dhe janë të udhëtuar akoma. Të ndalemi tek e premtja. Shqiptarët nga të gjitha trojet janë gati për të zbarkuar në Escape. Në moment që kemi postuar posterin, pothuajse nga dje deri sot nuk kam rrethuar 24 orë dhe klubi pothuajse është sold out. Domethënë kërkesat janë shumë të larta, pritshmëritë janë shumë të mëdha, njerëzit po rezervojnë dhe po vinë si nga Kosova, si nga Maqedonia e Veriut, si nga Malizi, nga Selaniku, mos gaboj dhe nga diaspora, nga Gjermania dhe nga Zvicra. Do të thuash ti po pse këto kërkesa, sepse është data ekskluzive e para, është eventi i parë që mban ai dhe do të diçka më ndryshe nga datat që do ketë në vazhdim apo që do vazhdojë më vonë gjatë sezonit të verës. Kështu që eksklusiviteti shijohet gjithmonë. Edhe pse jo, në Escape më prap, në Escape Premium Club, do të thotë diçka që nuk do ndodh në klubet e tjera. Dhe kjo është ajo ana e eksklusivitetit. Surpriza do ketë, show do ketë, por nuk mund të tregoj të gjitha, sepse ne duhet të ruajmë disa edhe për natën që do ndodhte ditën e premte. Edhe pse do t'i bëjmë publike, edhe për ata njerëz që nuk do të kenë mundësi të jenë, por le të them që Escape Premium Club është në momentin një nga klubet më të mëdha në Shqipëri për sezonin e dimrit, ku merr kapaciteti ku 1400 veta dhe ne do mundohemi të fusim të gjithë brenda në klub që të shohim atmosferën dhe gjën ekskluzive të gjestit në Escape Premium Club. Por cilat ishin kërkesat e gjestit as pak tipike për një VIP në kulmin e tij? Kërkesat e gjestit kanë qenë të ndryshme kësaj radhe, sepse ai ka kërkuar që të jetë në kontakt sa më të shpesht me fans, do të jetë sa më afër me fansa, nuk do të rinë në backstage, do të takoj njerëz, do të takoj njerëzit që kanë votuar, që kanë mbështetur, që kanë bërë atë të jetë atë ku është sot, njerëzit që e suportojnë dhe do që sa më shumë të ketë kontakt, sa më shumë foto, sa më shumë argëtim, sa më shumë takime, dhe thotë unë dua të kthej respektin të gjithë atyre njerëzve që më kanë respektuar, më kanë votuar, më kanë mbështetur, më kanë përkrahur dhe më kanë ndjekur dhe më kanë thirrur këtu ku jam sot, ku ky ekskluzivitet që po bëhet në Escape Premium Club nga gjesti apo këto Big Brother, bëhet për shkak të atyre njerëzve që kanë fituar këtë garë, këtë që kanë votuar për të garë. Gjani bëri lajm një javë më parë për shifrat që dha për gjestin pas daljes nga Big Brother. Në Escape u pagua 15.000 sa po thuhet që është limiti tash, më shumë apo... Me thënë të drejtën, këto janë shumë gjëra personale në fakt që i përkasin anës menaxheriale ose anës teknike të një artisti bashkë me klubin, edhe në fakt unë këtu dua të trishem, edhe nuk dua të ekspozohem në pjesën e çmimeve. Por shifrat dihen botërisht dhe janë përmendur se sa mund të jenë shifrat e një personazhi kur dhe nga reality show, sepse normal kërkesat janë shumë të larta, por që nuk mund të them gjëra fikse, edhe më mirë po them ja lëm kohës dhe më mirë ja lëm atmosferës dhe zhurmës se sa të intereson në pjesën e çmimit, sepse do të jetë pjesa personale shumë ose të takoj këtë privatësi midis klubit dhe artistit. Se kjo është një marrëveshje që është bërë midis ne edhe menaxherit të artistit. E një bast i menaxhmentit të gjestit ishte shumë interesant. Atëherë me thënë të drejtën stafi i gjestit ne do të sepse ne në fillim fare diskutuam po në stafi i klubit, po diskutonin që si do shkojë atmosfera dhe merrem dhe si do shqesim eventin. Dhe menaxheri i gjestit tha që në qoftë se mbrëmja shkon keq, ne kemi përvojë të vi dhuratë nga ana jote, por në qoftë se mbrëmja shkon mirë, ju do na ndërtojmë dyfiqin e paketës. Kjo është diçka në sens humor, në sens shakaje, por që mbrëmja patjetër do shkojë shumë mirë dhe ne e prisnim dhe dinim këtë gjë që do kishte një lloj buje të tillë. Dhe as nuk e diskutonim. Kështu që i detyrohemi. Pavarësisht lojës brenda, një pjesë e banorëve do jenë në event ditën e nesërme. Me thënë të drejtën po. Kanë rezervuar dhe më kanë kontaktuar direkt në moment që është parë posteri i gjestit, më kanë marrë nga gazetar ose redaktor nga Top Channel dhe më kanë kontaktuar që stafi ose një pjesë e stafit Big Brother dhe banor do jenë prezent atë natë që do të shohin performancën live të gjestit. Dhe kjo tregon që këtu ka një paqe midis artistëve ose midis banorëve që kanë interes dhe kuriozitet pse jo mos e ndjekin dhe ta suportojnë njëri tjetrin. Dhe më mbet qefi dhe uroj ta suportojnë shumë njëri tjetrin dhe në vazhdim, dhe jo vetëm në këto momente delikata, por këto momente që sapo ka dalë zhurma dhe është zhurma mbi gjestin. Taram taram,
momenti i së vërtetës. Egli, do jetë të premtë mbrëmë në performancën e Gjestit apo jo? Me thënë të drejtën, po. Shumë që ta thash që me të drejtën. Është përfolur shumë buja e Gjestit në krahasim me atë të Luizit pas daljes nga Big Brother VIP Albania. A e ka kaluar Gjesti Luizin edhe në termat e kërkesës për performanca në klubin atë? Jo, me thënë të drejtën kemi të bëjmë një fenomen që janë të dy të një zhanri, të një profesioni, janë të dy artistë që i përkasin klubeve, i përkasin muzikës. Kanë ritëm të njëjtë të dy, kanë zhurmë të njëjtë të dy, kanë grupe fansash të frikshëm të dy, dhe unë të them që deri tani nga gjithë banorët e reality show që ka ndodhur Big Brother, i vetmi personazh që i afrohet dhe është paralel dhe barazim me Luizin është Gjesti, sepse asnjë tjetër nuk ka arritur që të ketë të njëjtën eufori, zhurmë, grumbullime, sepse unë mbaj mend që për Luizin janë bërë protesta të mëdha. Mbaj mend që për Gjestin në finale u bë organizimi frikshëm që kanë në Kosovë, po thuaj se kanë të dy të njëjtin temp dhe mund të them që janë të dy në një njëjtin nivel. Por nëse jemi përballë Gjestin dhe Luizin, unë kam përshtypjen që shkaku i moshës që ka Luizi dhe shkaku i moshës që ka Gjesti mund të kenë grumbullim fansash të ndryshëm. Të ndryshëm Luizi, të ndryshëm Gjesti, sepse ata që mund të pëlqejnë Luizin janë moshë pak më e madhe dhe mbase nuk i pëlqejnë gjërat e Gjestit, ata që pëlqejnë Gjestin mbase nuk pëlqejnë gjërat e Luizit, kështu që unë mund të them 50-50 për të dy. Intervistën e mbylli me një ftesë publike për ekipin e Priveva Liberta Spaiu nga Gjani, të cilës skemi si themi jo normalisht për Escape Premium Club nesër mbrëma. Ju pres, ju të prives dhe uroj që të vini dhe ju të prives atë natë shifni performancën. Këtë keni me ftesë publike.